Përparim Rama përsëri e paska akuzu qeverinë se GJP bllokon e për këtë arsye ai s'po mundet me i pagu pagat e punëtorëve të ndërmarrjeve publike lokale. Por problemi qëndron në faktin se vetë komuna e Prishtinës nuk ka arrit me miratu buxhetin e vitit 2025 brenda afatit ligjor, dhe si rrjedhoi edhe ka probleme me buxhetin. Ndërkaq në anën tjetër, se përket ndërmarrjeve publike lokale, ato po përballen edhe me keq menaxhimin që ka ardhur si pasojë e keq qeverisjes nga ana e Përparim Ramës dhe komunës së Prishtinës. Një shembull konkret i keq menaxhimit nga ana e komunës së Prishtinës është edhe trafiku urban. Kjo është një ndërmarrje publike lokale e cila ofron shërbimin e transportit publik dhe s'do duhet kishte fare problem pra për gjeneru tyrat e nevojshme për me imbulu shpenzimet operative e madje edhe me pas fitim. Një gjë e tillë edhe ka ndodhur në kalumen. Pra në vitin 2023 ndërmarrja ka pas fitim neto prej 820.000 eurove. Mirë po si rezultat i keq menaxhimit nga ana e komunës së Prishtinës, hiç më lart se një vit më vonë, pra në vitin 2024 kompania operon me humbje prej 289.000 eurove. Pra prej fitimit në humbje, e kjo kryesisht vjen si rezultat i rritjes së kostove të personelit nga 3.6 në 4.2 milion euro, e cila ndodh në një vit kur realisht hyrat e ndërmarrjes kanë psu ranje. Ky keq menaxhim nënkupton që edhe projektet që financohen nga partnerët ndërkombëtar do të kenë vonesa apo do të ndërpriten në tërësi. Rasti konkret është në ndërmarrjen trafiku urban, që autobusët ende nuk kanë ardhur me gjithse kredia për financimin dhe për blerjen e tyre prej 10 milion eurove ishte nënshkruar nga komuna e Prishtinës qysh në vitin 2022, pra para 3 vjete, sepse askush nuk është i interesuar me mbështet një ndërmarrje publike e cila keq menaxhohet nga aksionari në këtë rast komuna e Prishtinës. Prandaj nëse situata nuk ndryshon, përveç se do të kemi pasoja, siç e thash, me partnerët ndërkombëtar, mund të vijë edhe deri tek kolapsi financiar ku këto ndërmarrje do të kenë probleme me i pagu edhe vetë pagat e punëtorëve, ngjashëm siç tashmë e kanë këtë situatë disa prej kompanive që menaxhohen nga komuna e Prishtinës.